Në qytetin e Pogradecit ka përfunduar puna për rindërtimin e në stacionit elektrik. Investimi në stacionin e Pogradecit prek të gjithë qytetin, si dhe zonat turistike Drilon dhe Tushemisht. Zëvendës kryeministra është ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se përfundimi i punimeve për rindërtimin e në stacionit të Pogradecit është një investim i OSSH-s me 3 fish kapacitet të shtuar, i përgjigjet kërkesës në rritje dhe zhvillimit të zonës me 20.000 abonent. Ndërhyrja e realizuar nga operatori i sistemit të shpërndarjes bëri të mundur modernizimin e këtij në stacioni, duke rritur gjithashtu kapacitetin dhe fuqinë e tij për t'u përgjigjur dhe zhvillimit të zonës. Deri një ditë më parë, ky në stacion kishte një fuqi prej 17 megash dhe nga sot do të ketë një në stacion me 50 mega kapacitet të instaluara. Investimi në stacionin e Pogradecit prek të gjithë qytetin, si dhe zonat turistike përreth tij.